Përgatitit për shtinën e dimrit në fshatrat përreth veç kanë filluar. Duke marrë shkas nga kjo ne vizituam fshatin Triesh, ku një prej banorëve na bisedoi se si përgatiten për këtë stinë. Kem filluar përgatitjet për dimën. Përgatitja kryesore për dimën këtu te na janë veç drunt. Nuk ka si dikur që janë këtë nda mu përgatit me miele, me oshunje, me shumë gjana. Se ka ra borë në eksosh, po kohën e fundit as nuk ka borë, as nuk... Kurse tash për tash kem fillot pregaditna, zjerrim kërtollat që i kem pa zjerr edhe drunt. Kurse këto tjera gjana ma liri ishte ma kadar. Përgatitit për dimër, siç kanë qenë dikur, kanë ndryshuar, shprehet ai. E këtë ka lehtësuar përmirësimi i kushteve të jetesës. Dikur kur e pa me tu për 14 vjetëve, na duhej me i ban ka 500-600 si kush miell, po shumë këto tjera kafe, sheqer, se bishin bornate. Kurse kohën e fundit tash 5 vjetë tepra me as borës nuk ka ra. Ashtu që as këto nuk i kem blejas shumë sa që sigur për para. Normal sa ma kollaj tasha, rrugat janë më të mira, infrastruktura është shumë më mirë, kurse na për para në ka rruga rruga oke, por oke me u dopt, si me thonë me ashtu që kryesisht shumë ma kollaj tash të mirëna me përgatitje për dimën se sa ma parë. Mas shumë i tash të në pyetje nxemja. Do më thonë drunt. Drunt janë si me thonë, me kryesorja. Drunt edhe ta gjinë për bakti kush i pane, kush ka. Do më thonë, kur ti kesh drunt, edhe ta gjinë për bakti, je shumë në rregull. Do më thonë, këto tjerat vinë ma kadal, edhe s'kanë nevoj t'jenë aq të grumbulluar me sa që menojmë për drunt. Edhe pse duhen përgatitje për stinën e dimrit, natyra merr pamje të bukur në fshatrat tona. Andaj, banorët me përgatitjet e duhura, ditët e ftohta të dimrit i kalojnë shumë më lehtë.